Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, në një konferencë bëri publik një rast të referuar së fundmi në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që lidhet me përdorimin e dokumenteve të falsifikuara, të paraqitura si të lëshuara nga autoritetet shqiptare, për realizimin e operacioneve fiktive të zhdoganimit dhe eksportit nga vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë rast, përveç referimit në SPAK, dogana shqiptare ka njoftuar edhe zyrën europiane kundër mashtrimit, me qëllim bashkëpunimin institucional për hetimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie të paligjshme. Dogana shqiptare, përveç se një institucion që mbledh të ardhurat për buxhetin e shtetit, është edhe institucion lizbatues. Ne shpesh herë kemi bërë publike të gjitha rastet e paligjshmërive të zbuluara, qoftë në portin e Durrësit, qoftë edhe në pika të tjera kuvitare në Rrinas. Raste ku kemi goditur jo vetëm paligjshmërinë në fushën doganore, por edhe sa i takon trafikut potencial të narkotikëve. Gjitha operacionet janë kryer në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe në çdo rast janë bërë referimet përkatëse, qoftë në prokurori të zakonshme, qoftë në prokurorinë e posaçme. Më së fundmi mund ta bëj publike këtë që referuar në SPAK, një çështje e cila nuk prek drejt për drejt interesat e shtetit shqiptar, por kryeshin operacione fiktive zhdoganimi dhe eksporti nga vendet e Bashkimit Evropian duke përdorur dokumenta falso të lëshuara nga autoritetet shqiptare, të falsifikuara. Për këtë qëllim, duke pas konsiderat që janë përdorur dhe materialet ngjashme me materialet që përdoren edhe nga doganat shqiptare, është bërë referimi edhe në strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri, por njëkohësisht janë njoftuar dhe autoritetet përkatëse të Bashkimit Evropian, OLAF-i në këtë rast, për të luftuar në këtë mënyrë paligjshmërinë që kryesisht cënonte interesat e Bashkimit Evropian dhe jo të Shqipërisë. Pra, po përmbushim më së mirin edhe funksionin tjetër ligjzbatues që kemi për luftuar çdo lloj paligjshmërie që ndodh në kufi të vendit. Mëtej, Beja u shpreh se janë goditur dhe janë parandaluar edhe rastet që lidhen me trafikimin e mundshëm të lëndëve narkotike.